do të jetë simbol i mbajtjes fjalës dhe punës pa ndërprerje për këto 4 vite, po ashtu edhe në mandatin e radhës. Të nderuar, jemi ka fundi i fushatës dhe vetë kjo prezenca juaj sonte këtu tregon që edhe për skaj që temperaturat janë tepër të ulta, ju keni parë për 4 vite se sa ka punuar kryetari Kasami dhe keni ardhur për skaj temperaturave të ulta që të dëshmoni që me 19 tetor do të vërshoni kutitë e votimeve duke votuar numri 7 dhe ashtu siç e presim një fitore plebiscitare në çdo vendbanim, ashtu do të fitojmë edhe këtu, edhe në reqistë të madhe, me fitore 2-1. Kado që shkojmë, është kjo mikpritje, kado që vizitojmë të gjithë qytetarët na presin duar hapur, duke na treguar ata vetë se për 20 vite ishin ata tjerët të cilët zhvatën Tetovën, për 20 vite ishin ata që plaçkitën, keq përdorën, keq menaxhuan dhe asnjëherë nuk u kthyen edhe të shohin se çfarë duhet bërë, punë konkrete me të cilat ballafaqoheni ju për çdo ditë. Gjithmonë në për çdo cikle zgjedhore kanë folur fjalë të mëdha, fjalë patriotike, por ama asnjëherë nuk kanë hyrë edhe të analizojnë, edhe të punojnë, edhe të përkushtohen për problemet reale me të cilat ju ballafaqoheni për çdo ditë. Edhe uji i cili e pim që nuk është i pishëm apo që ka pasur probleme, edhe rrugat cilën e ecim, edhe infrastrukturat cila mungon, edhe problemet tjera të cilët i kemi pasur, edhe ata janë pjesë e patriotizmit tonë. Dhe më pa dyshim që tani keni 2 opcione. E keni para vetes një opcion i cili është i dëshmuar për 20 vite se çfarë ka bërë, edhe keni një opcion që për 4 vite keni parë edhe ju që sa punë është bërë, që nuk ka ngelur pa shkuar në asnjë rrugë, nuk ka ngelur pa ecur në çdo vendbanim, që për çdo të premte të fundit muajit ka pritur me në zyrat e Këshillit të gjithë qytetarët, pa dallim bindjeve politike, pa dallim se sa vota kemi marrë si parti politike, por ka qenë një opcion i cili ka qenë i përkushtuar që me të vërtet të zgjidh hallet edhe problemet e juaja. Ashtu siç kemi punuar në çdo lagje, në çdo fshat, ashtu janë bërë edhe punë mira edhe për Reqicën e Madhe dhe do të vazhdojnë të bëhen edhe në mandatin që vjen. E keni parë edhe vetë në debat që kundër kandidati nuk e din se ku janë rrugët e Tetovës. E keni parë që nuk e din se çfarë duhet bëhet për qytetin. Sepse në qoftë se duhet të kandidosh për qytetin e Tetovës, duhet me fillimisht ta duash Tetovën, duhet të me të vërtet të përkushtohesh dhe të thuash që unë do të punoj për qytetin dhe jo vetëm për të ecë garën politika apo për të ecë procesin zgjedhor. Nga vetë debati e kuptojmë që nuk kemi opcion tjetër përveç opcionit vlenit kandidatit të cilin e kemi edhe kryetarit të ardhshëm, i cili ashtu siç e mbajti fjalën në mandatin e parë, ashtu do e mbaj edhe në mandatin që vjen. Dhe për skaj kandidatit për kryetar komune, do e ketë edhe listën e këshilltarëve, e cila është e përbërë prej kandidatëve apo prej këshilltarëve të cilët kanë profesione të ndryshme, që do të jenë krahu i gjatë i kryetarit komunës, që do të profesionin cilin e kanë do e japin maksimumin kontributin e tyre për qytetin, për vendbanimet tona, që në fund po ashtu të mandatit të ditë të dalim të suksesshëm. Unë nuk dishoj që këta këshilltar do e japin maksimumin dhe kontributin dhe janë shumë më të mirë se ne që ishim në mandatin e parë. Janë këshilltar, e keni parë, në vitin 2021 kemi dalur dhe kemi folur 2 apo 3 këshilltar para vendbanimeve, ndërsa tani kemi 4, 5, 6, të gjithë duan të dalin të folin, sepse kemi bërë një punë tepër të rëndësishme. Arritëm që seancat e Këshillit t'i bëjmë online, live, që të mundet çdo qytetar të sheh se çfarë vendime merren për atë. Dhe automatikisht e rritëm debatin për çfarë do projekti, për çfarë do programi që sillte komuna e Tetovës për të votuar në Këshill, këshilltarët debatonin. Dhe e rritëm nivelin e debatit që të mos bisedohet për tema tepër të mëdha dhe të mos
ketë punë reale për vendin. E rritëm debatin në atë nivel që për çdo projekt, për çdo program të ulet edhe të diskutohet, të bashkëbisedohet me qytetarët, të bisedohet dhe të shihet se a është ai projekt apo ai program i rëndësishëm, a e zgjidh problemin e qytetarëve apo jo. Dhe për këtë arsye tani kemi kandidatë të cilët thuan, po ne do të jemi aty, do i bëjmë ballë proceseve dhe do jemi krau i gjatë i kryetarit Kasami. Prej sonte kemi edhe 5 ditë deri në ditën e zgjedhjeve. Dhe neve nuk na duhet vetëm një fitore, por si shtab qendror dhe lokal kërkojmë që gjithë aktivi i Vlenit, bashkë me ju, bashkë qytetarët cilët jeni këtu me aktivin e Vlenit në rreshistë të madhe, të dilni edhe të kërkoni votë të gjithë secili, të trokisni në çdo derë, t'ju ofroni të gjithë qytetarëve opcionin cili ka edhe program, sepse opcioni tjetër ende nuk kanë program. Kanë dalë në fushat ende pa program. Prandaj, dilni edhe kërkoni votë sepse ajo votë nuk është veç për të mirën tonë, nuk është veç për të mirën aktivit Vlenit. Është votë për gjithë banorët e rreshisës madhe, është votë edhe për të mirën atyre, sepse do të bëhen punë që do t'i përdorin edhe ata, do të bëhen punë të mira të cilët do të kenë benefit edhe për ata, do të kenë punë të mira të cilët do të kenë benefit edhe për ju banorët e rreshisës madhe. Dhe opcioni tjetër i cili don që ta kthejë Tetovën në atë katrahur që ishte, në ato deponi të mbeturinave të cilët i kishim me ujë të papishëm, ku shpesh në shumë vende edhe mungonte ujë i pishëm, me infrastrukturë të shkatruar. Prandaj, mos truproni të kërkoni votë të gjithë secili. Deri në ditën e zgjedhjeve dhe jo vetëm fitore, po me ndihmën e Zotit atë natë do të dalim dhe do të festojmë fitore plebiscitare, edhe këtu 2-1 dhe nuk do të ketë balotazh, do e mbyllim që në raundin e parë. Ju falënderit gjithëve, shihemi me 19 tetor në Priftë e Mbara.